Bashkimi Demokratik për Integrim e akuzon kryeministrin Hristijan Mickoski se ka kapur plotësisht sistemin e drejtësisë, prokurorinë dhe gjyqësorin. Partia përmend tragjedinë në Koçan duke theksuar se në zinxhirin e fajtorëve, çuditërisht nuk përfshihet edhe ministri i punëve të brendshme Pançe Toshkovski, i cili 13 muaj para tragjedisë ishte në dieni për ekzistencën e një klubi nate ilegal që shkelte të gjitha standardet e mundshme të sigurisë. Nga BDI thonë se ky proces tashmë është shndërruar në një karikaturë të një hetimi ligjor, ku të gjithë janë fajtor, përveç nëse janë nga VMRO-DPMNE. I bëjmë thirrje Komisionit Evropian të dërgojë menjëherë ekspert ligjor dhe të përfshihet drejt për drejt me një monitorim të përforcuar të këtij rasti, më pas me ekspertizën dhe gjetjet e saj do të ndihmojë Komisionin Parlamentar, i cili duhet të krijohet menjëherë në mbikëqyrje ndërkombëtare. Ndërkaq ka reaguar koalicioni i partive në pushtet vlen, nga ku ata thonë se BDI pas 22 vitesh pushtet dhe shkatërimit të sistemit të drejtësisë, sot përpiqet të luajë rolin e viktimës, duke kërkuar hetim vetëm për tragjedinë në Koçan. Por qytetarët nuk harrojnë kush e krijoi këtë sistem të kalpur, kush i mbronte kriminalet, kush i shndërroi gjykatat dhe prokurori në zyra private të partisë. Vlen nuk do të lejojë që e vërteta të manipulohet. Kërkojmë komision hetimor për të gjithë tragjeditë e viteve të fundit nga Llaskarsa, Spitali Modular, Besa Trans e deri te Koçani. Nuk do të lejojmë që BDI të vendosë se cilat viktima meritojnë drejtësi dhe cilat duhet të harrohen. Vlen do të vazhdojë të luftojë për drejtësi të vërtetë, jo për farzat politike të një partie që tashmë i përket të shkuarës, thuhet në reagimin e Vlenit.